për fat të keq, realiteti neve po na dëshmon se çdo ditë kemi të bëjmë me këtë soi të njerëzit. Po humb qiltërsia, po zbehet njerëzilloku, po mungon zemërbardhësia, e kështu me radhë. Do të thonë, nëse ne i shohim çdo ditë që këto gjendjet njerëzve po na rrethojnë dhe po bëhen pjesë e shoqërisë tonë, atëherë përfundimi është se ne kemi të bëjmë me njëri me zemër të ngurtë. Po. Dhe pikërisht është Kur'ani si udhërfys dhe shërim i cili e shëron këtë problem. Dhe e zgjidh këtë, prandaj është koha e dur që njeriu i kohës tonë të e gjen kohën patjetër që të ikë nga kjo llahtari e kësaj bote dhe të provoj të fladitet me fladin e Kuranit, dhe të provoj që Kurani të jetë udhërfys në jetën e tij, dhe sigurisht se dietarët islam kanë ardhur në përfundim se Kurani është pikërisht ai i cili zemrat e ngurta i zbut. Kurani me mësimet dhe udhëzimet e tij i liron njerëzit nga robëria dhe skllavëria e të qenit rob të dunjas, rob të botës materiale, robi i famës, i karrierës, ku ta di unë, nga se njerëzit kanë lloj-lloj ambicie dhe motivet e tyre janë të ndryshme. Dhe pikërisht kjo është një e vërtetë e madhe, Armen. Ne nuk po flasim për ndonjë eksperiment ose ndonjë përvojë që dikush ka pas një përvojë pozitive dhe tash ai po don medalë dhe më thon që provojeni edhe ju se kjo është një përvojë e mirë. Ne po flasim për një të vërtetë të madhe, nga se Kurani e ka këtë efekt. Kurani e ka këtë rol. Kurani i transformon njerëzit. Do të thonë, ne edhe në emisionet e ardhshme do të shpalosim argumente dhe ilustrime praktike në këtë që po e them. Do të thotë Kurani din njerëzit ti transformon. Kemi nga historia islame raste kur njerëzit krejt rastësisht, sigurisht me caktimin e Zotit, mirë po krejt rastësisht kanë qenë duke kalu pranë Qabës dhe e kanë dëgju duke lexu Kur'an pejgamberin alayhis salam. Nuk ka qenë qëllimi i tyre që ata enkas të shkojnë dhe ta dëgjojnë Kur'anin nga pejgamberi. Mirë po që ju ka rastis me kalu pranë Qabës dhe e kanë dëgju pejgamberin duke i lexu vargjet e Kur'anit, dhe pikërisht ndikimi i fuqishëm i atyre vargjeve të Kur'anit ka bërë që ata njerëz të ndryshojnë. Njëri prej tyre, kur e ka dëgju për herë të parë pejgamberin alayhis salam në namazin e akşamit duke lexu ajete prej kapitines Tur, është shumë interesante si e përshkruan ai gjendjen e tij emocionale dhe si e ka përjetuar. Thot ka qalbi yatir, thot gati nuk miki zemra. Thot gati nuk ky më vonë është një prej shokëve të pejgamberit sa Jubair ibn Mut'im, do thot radhiyallahu anhu, i cili thot kur e kam dëgju Kur'anin herën e parë. Shoqë çfarë përjetimi? Thot gati nuk më ka ik, gati nuk më fluturoi zemra, gati nuk miki zemra. Shoqë në anën tjetër për shembull po e kemi pas Omerin radhiyallahu anhu, i cili po ashtu ka pas një reagim shumë të çuditshëm në momentin e parë kur e ka dëgju dhëndrin e tij duke lexuar Kur'an me motrën e tij, i cili ishte nisur për një mision krejt tjetër. I cili ishte përplot mundëf dhe urrejtje për Muhammedin alayhis salam dhe për Kur'anin dhe për Islamin. Mirë po, ballafaqimi i tij i parë me Kur'anin e ka transformuar dhe e ka ndryshuar dhe krejt atë mundëf dhe atë urrejtje të cilën e ka deponu Omeri radhiyallahu anhu, e ka bënë një njerëz këtë ndryshe. Kur'ani famlart gradualisht po mendoj, njerëzit e ashpër din ti zbut. Njerëzit të cilët janë të pamëshirshëm, Kur'ani i transformon dhe i bën shumë të mëshirshëm.